Ndërtimi i urës së Domit ka lehtësuar lëvizjen e banorëve të fshatrave Dome Zallë Rrip në njësitë administrative Gurën Bashkinë e Klosit, që nga ndërtimi i urës banorët kanë shtuar automjetet pasi tashmë nuk ka rrezik që të kalojnë mbi të, siç ndodhte në urën e vjetër tip pasarel. Por banorët dhe drejtuesit e mjeteve që e përdorin këtë rrugë kërkojnë që të ndërhyhet në shtrimin e saj. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që Bashkia e Klosit të ndërhyjë tashmë në këto dy fshatra për shkak se automjetet e tyre po amortizohen. Madje në këto fshatra ka edhe banorë që vijnë nga fshatra të tjerë. Ata shprehen se tashmë këto dy fshatra duhet të jenë më afër Klosit e Burrelit, pasi është ndërtuar ura. Një tjetër problematikë është edhe mungesa e energjisë elektrike, pasi prej 48 orësh ka ndërprerje. Ma keq s'ka, dhe me thënë, këta thonë kemi punu, kemi ashtuna, në do ba politikë, në do ba lurasisht, por rruga ku dhe që shkësh rrugë të reale janë për faqet zesë. Ka vonë kush dërmë da, reale s'ka asë një gjanë. Rrugë lidhë se për shemë shkati dëmë, lidhët me është i pjesë e Franksit, balës quhet me të hënë, që lidhët atje, lidhët me rrypën prapë, është rrypa kënej, sipër, komplet, dhe me hënë janë 3 fshatra që lidhen, është bërë ura jashtëzakonisht mirë, po të shtirë kjo rrugë, bëjsh atë urë, të lash këtë rrugë kështu, kjo nuk e kuptoj. Bëj një gjanë, thotë kemi bërë urë, ne me bërë, po nuk duhet ura, duhet rruga, duhet kanalet, duhet dritat, çfarë duam na. Të gjithë fshatrat me probleme. Ku do që të shkojsh? Unë ka rastisë që kam shku, ku do që të shkojsh, jam me probleme. Unë nuk jam banor i këtij fshati, jam nga Batre Madhe, po ne kemi tokat Ballçi komplet. Kemi 7-8 delim tokë që janë të Batrës Madhe, ne kalojmë nëpërmjet tu se morim barin sepse s'kemi rruga ne. Edhe Frankthi po lidhet, që ka edhe shtëpia. Ka 4-5 shtëpia, ka edhe tokën atje. Dhe kjo rrugë kjo s'është funksionale, kjo ja shem këtu. Atje ka prapë rrezik shemje, kjo është jashtëzakonisht. Para ndërtimit të urës së Domit, problemi më i madh ishte ura e rrezikshme pasarel, por tashmë banorët e fshatit Dome Zallë Rrip kërkojnë edhe ndërhyrjen në rrugë apo vendosjen e shërbimit të grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave.